Shqipëria po përjeton në një sër dinamikash vrullshme, fushën politike, në fushën e sigurisë për jetën e qytetarëve, saqë lëvizja LZHG-ja mendon se jemi praktikisht në gjendje alarmi. Zhvillimet politike flasin për një asfiksim pothuajse të plot të interesimit dhe pjesëmarrjes votuesve në zgjedhjet që përbën një nga themeljet e shtetit demokratik. Ndërkohë, mbi vendosja e kësaj situate, pikërisht këto ditë bëri që krimi i marrit bëhet agresiv, duke nxjerrë plotësisht jashtë loje gjithë sistemin e sigurisë publike. Vrasja mafioze në sheshin e aeroportit Nën Tereza në Rinas, praktikisht brenda objektit më strategjik vendit dhe për kontaktin me botën, i supozuar edhe si më i sigurti, ku gjithë institucionet dhe strukturat e sigurisë kombëtare kanë pjesën dhe përgjegjësinë e tyre, e ka trondit sistemin e sigurisë. Lëvizja për zhvillim kombëtar i rikthehet propozimit të saj ka hershëm dhe shpreh bindjen e saj se ringritja e gjandarmerisë sipas modelit mbretërisë shqiptare të atyre viteve 28-39 me statutin e një force elitare përbën situatën e duhur për vendosjen e sigurisë. Është një nga elementet më të rëndësishme të vendosjes së sigurisë. Sigurisht që nuk mjafton vetëm kjo. Duhet angazhimi politik, duhet një drejtësi që të ketë kurajë me dënu kriminalet.